A e keni ditur se rushi i thatë bën mrekulli në organizëm, sidomos kur bëhet fjalë për tretjen. Thelbi është se rushi i thatë është shumë i pasur me antioksidant dhe flavonoide, lëndë që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave dhe në përmirësimin e funksionit të mëlçisë dhe të sistemit imunitar. Uji në të cilin është zhytur rushi i thatë mban shumë nga këto substanca të dobishme dhe për këtë arsye përdoret si një lëng i thjeshtë dhe natyral për të ndihmuar pastrimin e organizmit. Përfitimet kryesore që përmenden janë se ky lëng mund të ndihmojë në përmirësimin e tretjes, të ndihmojë mëlçin të eliminojë toksinat. Në këtë artikull sugjerohet përdorimi i këtij lëngu për 4 ditë radhazi, një herë në muaj, për të ndjerë ndryshime në tretje dhe energji. Si përgatitet uji me rush të thatë? Për ta përgatitur, duhen 150 gram rush i thatë, 2 gota ujë rreth 400 ml. Uji vendoset të vlojë dhe pastaj shtohet rushi i thatë, që zihet në zjarr të ulët për rreth 20 minuta. Pastaj uji duhet të qëndrojë në atë mas gjatë gjithë natës dhe të pihet të nesërmën në mëngjes, i ngrohtë ose pak i nxehtë, kur je zgjuar 30 apo 35 minuta para se të hash mëngjes.